nuk do të ketë më mësues që japin mësim jashtë profilit për të cilin janë diplomuar. Këtë deklaroi kryeministri Rama, i cili këtë të hënë me fillimin e vitit të ri të arsimit para universitar, ishte në shkollën e mesme Ismail Qemali, ku dhe uroi nxënësit për vitin e ri shkollor. Sapo kemi filluar një pjesë tjetër të reformës për mësuesit, duke synuar që një kohë sa më të shkurtër të përputhim profilet e mësuesve me orët e mësimit. Sepse ka shumë fatkeqësisht shkolla dhe raste në Shqipëri ku mësues që kanë profil biologji japin fizikulturë, edhe që mund të kenë profile nga më të ndryshme përveç se fizikulturë. Këtë vit të ndryshe nga vitet e tjera, nxënësit nuk do të kenë më mundësi të gënjejnë prindrit për mungesat e tyre në orët e mësimit dhe notat e marra. Kjo fal teknologjisë që do të implementohet në shkolla. Kalimit nga librat tek teknologjia digjitale, prindrit do jenë lidhur online dhe sapo juve të mos shfaqeni mësim do t'i shkojë lajmi që mungoni, nuk do mund t'i thoni që isha në shkollë po s'm pa asgjë. Por Rama nuk lë pas as batutat me gjimnazistët. Kjo dyshe është për të bërë një fotografi Ismail Qemali fashion, edhe për të bërë trendin e Ismail Qemalit. Sa minutat marrin të flokët për ti? Si bëj vetë, kështu Kush i bën? Në pëshurie. Kreu i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha urimin për nxënësit e dha nga gjimnazia Qerem Çabei, ku përuroi edhe rikonstruksionin e saj nga ana e Bashkisë së Kryeqytetit. Futeni në një shkollë të re, me ambiente të reja, me një palestër të re, me laborator të rinj, një vit të mbar, kalofshi sa më bukur dhe nderofshi veten tuaj, familjen tuaj dhe emrin e këtij gjimnazi me rezultatet tuaja. Zëvendës kryeministri Niko Peleshi dhe ministri Mirëqenie Sociale dhe Rinisë Erion Veliaj uruan nxënësit nga Shkolla Profesionale Teknike Ekonomike në Tiranë. Ata deklaruan se qeveria do të investojë për të afruar tregun e punës me tregun e të sapo diplomuarve. Jemi të vendosur dhe të investojmë me gjitha energjitë tona për ndërtuar një model tjetër, për ndërtuar një model të ri të suksesit. Nuk ka fare rëndësi se çfarë lloj pune bën apo çfarë lloj profesioni ke. E rëndësishme është që atë punë që bën ta bësh me pasion dhe të jesh i pari tek ai profesion, tek ai zanat që ti ke. Ne kemi pasur këtë vit, më dëgjoni me vëmendje, 40% në shkallë vendi më shumë regjistrime për arsimin profesional se sa një vit më parë.